Të dashur dëgjuesi, pra ishte pikërisht kënga që e kërkoj edhe Enver Fazliu nga Bariliva, ku e falenderoj na bacën Enver. Shkoj me një telefonat, ju përshëndes edhe një herë të gjithve, por numri është i hapur, mund të telefonani. E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na erdhe Vilson. Shëndetje Lulë të ju dhe ndëgjues të respektu me gjumën tuaj, një herë ju uroj një mbrëmje të mirë gjithëve. Faleminderit shumë, Vilsona e Lull, si je? Jam në vend punës, pak pauzë kam një 10 minuta, jo, pak ftoftusht edhe çdo që mirë, jo shumë. Shqyqyr që je mirë, qa me bo, ti pun gjithë, Faleminderit. pun. Po që ashtu që kjo është punë se në kanë që prend ka për mi braktis, në atje milionat ata vetën më fitu kone e dinar, e në po shërën tani më met ata duart zotit. E me harru mos më kujdes më për ta në këtu. Po thua, Po, më kujdes në tash, na më kujdes për plaka e për ples Gjermën. Është ku mjafshin banesat, një ndrejt që ato, një ndrejt shtretnat, mi u shqy printuar Milan anësh. qka ta mërmenja, pse Vilsan? Pse po braktisën sot që na shqiptarët nuk e kena pas këtë traditë të lëm prindrit vet apo edhe të paktën tash që shorë kjo muda re të qujna në shtëpit pleqve. Prindit kur prindi ka fëmijë. Kushtet ekonomike pak edhe luksi tepërt, kushtet ekonomike janë dy faktorë Lule që unë mendoj jemi ardhe në këtë gjendje. Besoj edhe shpresoj që në çdo fëmijë pa dëshirë të jetë afër prindit apo nonës dhe babës, po drejtën më thonë kjo gjenerata e re tash që po vjen, besoj edhe gjenerata jonë që jemi në tash, mos të akuzojmë gjenerata të re se jesë dërmu se gjenerata jonë jemi ata faqe azez gati po thuaj, që nuk u të ne interesu ma as për prind, as për vlla, as për motër, as për kanë se ju ka bo çdo gjë që më të thonë euro apo franc apo dollar, ku ta dione nuk u më të interesu kjo punë. Ku është defekti nuk po më me ditë, ku është defekti që s'po më me ditë, po më do këtë luksi tepër Lule edhe egoizmi. Se na shpesher thojmë, na shqiptartë. Nuk e dina pse për po mburëm me qëtë fjallën na shqiptartë. Me shka do të më mburë na shqiptartë? Na shqiptartë. Kur gjo nuk kem tregu në botë diçka më thonë, ha, më krenu me kompin ton dikush. Sen? Kur gjo e që veç muj më krenu me rajnat tona, me pabesin ton, me paftyrsin ton edhe jo mirë njohjen. Ne jemi si shoqëri jo mirë njohës, ne jemi bukë për mis Lule. Na dojmë veç dajakën të kryt. Që e veç një shamë konkret. Që kur t'i thej ka e plakë sonë të Albin baba vjose nona, e këshin përqafut dëtë. Po nuk i thaj shkreti. A ke e të turshme për i kërministit tonë bilit paktën ta përgdher, ta afrej ke afër veti. Ajo ta shty ke truproja, ta largoj ke plakun, mosh shtyme. Që kush jemi na? Me shkam burëm na Lule. Na shqiptarët. Për çfarë na shqiptarët? Na veç tutën e kem ditë. Prej tutë kem nejtë e prej vafnis bashkë. Si kur s'kishëm nejtë, as atëherë, as sot, as kur. Kur për s'kishëm nejtë bashkë? A dhe me keqarë për flasë. S'kem me shka më krenuna, qa? Veç me qiftili. Me qiftili krenohëm, me qiftili na jemi të partë. Qiftili në telë, qiftili s'ta këno shpirtin të këno patriotizm, delë, sukur aj patrioti për shefës, patriotizm, ku të kry ka dherat në fangë, aja ka nek bustin qitë mosh, e ka nek bustin në përsheva tina. Pëse shkoj me mbrojt, mësi ke qaq patriotin me automata me këto. Qa kush jemi na Lule? Bërë besë vjetë turp me ngu, vjetë shumë keq. është e neveritshme me ngu disa njerëz. E neveritshme bre Lule është? E neveritshme. Ta mërmenje që këtë ka shliru krejtë Kosovën të hapë kapzeret në për koncerte, në për dasme. Sa më ku gjithë që është puna jonë, sembës është, po ata që kanë bashkë, kanë dëshmu vetën. I bojnë 10.000 Lule, në emën Zotit. I rritë Zotit, jo më Zotit se rritë, du të më kujdes për ta. Më dhonë mund. Disa sakrifica me rritë 1.000.
Pa diçka mjerimi është i me rrit një fëmijë e me lon më të shërby, me rriti vetë e mu bo punëtori i një slav i një shteti tjetër apo një vend tjetër. E ti jetë vetën qyqe atje. Jetë vetën. Jetë s'ka. S'kem kushte lule. Na të provëm pse thunë mes me qunë hajmë. Po ma me qunë hajmë, po du të me pritsu kushtin, më dhonë pare, më kontribu, a optan. Po ne nëse një qyshtirët kë hajmë apo i plegjve, apo atë skandalin që ndodhin pej, e rehi plakin, ato këtë ka qenë të improvizu me të mund tu me vetëm me mbyll ato për ma një përfitet tjetër. Na jemi këta lule, na se dojmë vanin tonë. Po shihet me se dojmë, na jemi kundër njerëzve që na kanë çliru. Jem kundër njerëzve që na kanë çliru, jem kundër babës, jem kundër nënës, jem kundër vllajt, jem kundër mikut, kundër dashamirit. Ne jemi këta. Me këtë çardhje po flas. Pjesa dërmuesi, jo gjithë. Që më thonë kajta që më një të në shotoka. Po më folë drejt, se po fletë. Po folë, na du të më folë dhësh për hapën një unë i tjetët, mi shku për shtatë një unë i tjetët, veç më folë një. Po folë vërtetën, je antikontar, je me Serbi, je me Dresin, me bje, i malkumje. Zdi sa jem pëndëgjona, zdi ja pëndëgjona. Shumë bukur, veç pëndëgjoj me vëmendje, shumë bukur dëgjoj Vilsan. Është të mërshme marrësh me poplin tonë. Është të mërshme. Ka fitu zëtënia. 52%. A ka fitu? Po. Uraja humbjen. Prano humbjen. Qa po merësh tash me to? Më su merë, lelit punën. Pse s'ki dit më rrajt s'jaj, kusht ka faj. S'ki dit më propagandu s'jaj, kusht ka faj. Zëtënia ta ka morë 50%. Uraja, pajto me humbje, lule. Kjo është politika s'kur lujtë futbolit. 100 herë mund më koni ekip maj mirë e humbë. Edhe tjetër e merë kupën. Ti rritu kajtë sa dusha, e ka marë kupën, e ka hecë. Ti vajto sa dush politikën. Ka hecë jaroni, ka 52%. Zvymbin është pa ndërgjeshme të merëm na me politikë. I vetëmi popull, vetëmi të njerëz na që merëm me politikë. Kanë të veç, analfabetin të veç, shkrim një zinë, a i thotë më thonë më vetë mund të ta bo qështu. Po ti më konë më ditë, ti ishe në pozitina më është një. Po ti ishe të punu në parlament, po ishe profesor, po që jenë ba ushtel t'i gra. Gjithë ditin i gra ka cis, këputit i shkreti, minus 20 gradë, 50 kila në shpinë në akon, edhe thotë më vetë mund kësha bo qështu. Po ti më konë i qa që dishëm, ishte në institucion shtetënor të punu, në Zvicë, sa në Gjermania, ku ta dione, si jeti, tu mërdhina për asfalt e të rrugve. Apo të fshive të seja, ku ta dione. Na jemi këta lule, na jemi kjo shëqëria. Ta nënçmën mjekun, ta nënçmën profesorin. A i s'din gjaj, është kajt, marrë në këta këtë korruptumio. Kajt jenë analfabeta. E ndëgjus, kajt, ta jenë analfabeta. Jo më zëtni, nuk jenë analfabeta. Analfabet mund më koni ato i familjes tonë dhe ti, që s'ki të regu kur gjo, se familja jam i joti, se në analfabeta, jo zëtni. Ata e në shkollumë, ata kanë hecë. A u thëmë, jo, të lutëm. Pa analfabeti i thëmë diku e analfabet. Sa i s'din ma shoh, e shemis dhe e të huna. Të një njëri ndërshëm i meqëm pajton, edhe me humbin edhe me fitoren, edhe s'meret më me ta. Meret bre, i një shqiptar të thonë, filoni ka maru, filon shpije, kështu. Pse po merështi me to? Pse s'me maron ti? Ti e maro së kërë ka boj. Aja jarone e ka maru. Pse s'me ban ti? Pse s'me maron ti së këraj? Po merështi me to. Më konë ti me, që më dhe zloti e ban edhe ti së këraj. Po ti si e kërëporti, e merësh i e pshila ati, e ka bo milionët, ka bo zëtnija milionët, ka hecë për para, e ti halë në fut pusit diko dhe merësht ti i e pshila e ligjerate e bëfat dikuj tjetër. Na jem kjo shtucinja jonë. Na jemi këta. Jemi fanatik, jemi shpirtëzi. Na se dojmë njën i tjetën të mirën, bërë s'kem qëtë. 2 shqiptarë, të më thoni që nërë, 2 shqiptarë bërë në një firmë. I treti është i tepër. Se dje i treti, aty e hadrejtë që s'ka kur të bo. Na se dojmë njën i tjetën. Deri kur, Vilsan? Na jemi ranca, na jemi të pabes, na jemi shpijuna, kanë na papare ki të shqiptari. Kanë na i ki papare, s'ki nevoj më pagu heq, ka e gratis i ki. S'ki bërë nevoj heq më pagu, gratis i ki. Deri kur, dek të në si të vesif, besoj që kjo gjenerata jo në fundit, që jemi na,
besoj që gjeneratët e reja nuk i intereson, më fëmijëve tonë nuk i intereson. Nuk i intereson, bre, pas si intereson kush je ti. Merret ai, djali jam me djali, merret me politikë, se si intereson Ju, merret. ja, të mitë absolut heq. As nuk dojnë me ngu. Jo, po, ma çfarë, ma do. Po më këtam shoj televizionin në atë të ma del për nesës, sa shmi. Ka ku me ngu këto, qa, me shka dëshmon. Për gjithë promi analista politik. Po ja, a besoj që si ta shoj televizorin, dalit një atë sot vetë. I morën telefonit hecën qa. Shqyrë, edhe jemi knoqëm. Jemi knoqëm se generata e jonë e reja mas frymëzohet. Janë shumë më të mirë se sa na. 500 herë më të mirë se jenë. Jenë më të dashtën, jenë më të respektuar, jenë më të edukuar, jenë më të kulturuar. Nëse mi kërkon bre? Tebi bre kërkon për t'ingojna për medium me lule. Ma veç merre me njëri tjetrit. Veç qysh me repliku dhe me ofendu për mendimin e kundërt tonë. Me njëherë ka më thonë, e që matina, po kërku së në tokë buks, që flet kjo për shqiptar. Ky është flet kjo për shqiptar. Ka mërmenja që shqiptarët kanë rrinë Marx në hanë atje. Fatë bashkësisht jemi të mrinë, jemi të shkollu. Po mase gjëllëzamar për krahe në doktorin, për krahe mësusin, për krahe inxinjerin, për krahe punëtorin, mase përbuz venin tanë. Se diaspora, lule dhe shto, se diaspora duhet më vendos për fatin e familjarëve të mi. Unë duhet më vendos, shkut më konë më kryeministër, nuk di njëherë 5 vjetë shkojnë në Kosovë. Për shka të produko, unë duhet më vendos, aty ku është interesi jam personal, në bashkësi, në komune, me votu kryetarin e komunës. A jone me votu fatin e familjarëve tonë që jetojnë atje. Me atë gjithë unë e fatin e familjarëve tonë. Pse përduf ka një deputet, 2 vllazën, një familje 2 deputeta. Pse përduf ka një herë, çdo njeri 10 mandate veç një njeri me votuane. Pse përduf ka unë atë person? Edhe unë e përplasa me ty se ku mendimin e kundër. Ne jemi ata fajtor, na jemi si shoqëni. Se na nuk e dojmë venin tonë, na dojmë shkatrim venin tonë. E dojmë shkatrim bre? Duhet me votu gjithmonë një njeri, 20 vjetë një njeri. Po një herë me të radhon një mundësi, lule, një herë 4 vjetë të mundësi. Ki hecë, të radhon 2 herë, ama jo 20 herë, bre. Një njeri që një me ditë të më tonë më të avjelë, parlament, një me ditje, po mi arë ati mundësia të avjelë gjysën e Kosovës. Po me pytje dhe tërë më të avjelë, me ditje, po mi arë ati mundësia të avjelë Kosovën. Klenë, pa Kosovë, klenë. E na, që ati dhojmë votën, i besojmë rana atina. Se sa vetë jemi ranca na, jemi marktrus. Jemi vetë ranca. Se ranca e përkra rancin, faqezive përkra faqezive. I ndershmi rrinë me të ndershmin, kurse i sinqerti rrinë me të sinqerti. Se s'mujnë më thonë, i ndershmi me të pandershmin, mujnë më net një ditë 2 për një herë për plasën. Fatë kësi shëqëria jonë, 50% i kemë qësi. Ranca, mashtrus, fata, qësi farë rrugaq, që s'po mujnë mu shprej, që s'lojnë gjo pa bona për përëndim. Jetojnë e përndima sociale, më ma zhjel mu fatin e kryeministit tanë. Kjo din më ta zhjel, për ti më konë imagine zhjel, e dhe problemin e familjes tonë. Ka që kesha natën e mirë kërkoj falje. Natën e mirë, Vilsan, gjithë mirat punë paludhje, tom. E kishëm pra edhe Vilson prejnën në Gaminheni, pikrish nga vendi i punës, ku e falenderoj, respekt pa fond, pra numër është jau, por mund të telefonen edhe ju tjertë. Me qenë se i kam disa telefonatat të humbura, unë do përpiqem të marë, dhe një do s'vazhdoj, duke ju përshëndetur çdo herë dhe duke ju falenderuar çdo herë, por duke respektuar edhe mendimin e juaj, që ju si dëgjues të mrekullueshëm shprehni para emisionin tonë këtu, në emisionin tonë të natës, kam tashmë edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na erdhe Isak. O mirë se ju gjitha e ndërume. O mirë se erdhe o ndërum, po si i bre? Mirë. Atë kaloj gripi, që shjeni? Po mëre për qëllëm. Ajde, shëqer. A je mirë që? Mirë, falemderit, mirë, për zotën mirë, elham për zotin mirë. Që shënë djemët? Super, mirë djemët. Ata shoma jo në mirë, ata s'mirën me politikë si na. Ju për zotën, as nuk ju interesan, as dinç, as gjon për politikë. Kur gjë heq, bash heq. Edhe mi thonë që shto thetë s'po më interesan, a mam. Unë ndërgjuva të ndërumen, vilësurin. Po.
që kom respekt pa kufi për atë burë, që tha që ta lëshaj televizorin dhe dolin fëmija handlëm tjetër. E vërtet. Allah s'kan faj. Pasha zutën, a i pak ish ku i emocionum, a ko faj, nuk ko faj, se pasha zutën, na që tha e dishme që të ligjë. Pasha zutën, E ka po edhe atë të bimin që ke me të vërtet në Raçak atje edhe po fjalimin e plakut edhe injorimi që ju bo për kresh nga krerët e shtetit, vetë jepet fjalla ati si i moshun, si personi ati veni ku me të vërtet aja masakër është pikërisht piknisja që edhe e kanë ditë krejt bota çfarë po ndodh në Kosovë. Ti jepet fjolla atij edhe të fulaj e injorojshin e shtyshën e ngreshën, po ai na thot vetën nuk shoj pe, halal i kuft. Allah ati halal i kuft. Po na këtë liri që e kiem, po më shka me diskutu kur gjo se e kemi pagu shtrajt e dim tonë. Po. Po për mja zonë mojnë, me në shpetu neve, fol, reqokut, fol aty në viktima. Bravo. I sholla, Allah i ka shpërblima aty të mirat e veta. Edhe fol që di vëkirit. Po mirë tha vilësuani, na vish më në mojt dajokin të kryt. Jena munun, tonë me bunë të shka, pak ka shumë gjithë kush ma të ka qikin e vetë. Po në rrugë më bre, jemi largu pak me zrejti. Dashnija bërë në kon nivel. Mira tha e ka maru filon një shpish, ka po mirës me to, ti maru e se aj. Pa rrën filoni, ti mas rrën se aj. Qka duhet me bon që për më këthy a i respekti, se të shka s'po tham, po të paktën të kemi respekt për njën e tjetrin, edhe më mos të urrejna pse ka, pse arriti, pse ndoshta edhe fitaj e kështu më radhë. Qka duhet me bon si pas të jesak? Po si mas me jonë të mi mund lakmi ati. Unë të mi mund lakmi që ka punu, aje pa esë për pora me esë edhe unë. E jo mi dolun ati në rrugë me bu pëngesa. Po me si s'pa muj me bu unë, të bilim të pëngaj ato. Se shpirti nuk e kiem të poster. Vend që mu afru me zreti, mi ndimu një unë i tjetrit, me desh një unë i tjetrin. E ju me në neve që të jo kimi krye për mu desh me zreti. Pasha zhuat në një poshtë dini që shkrushin komente, ka vëllë ke vilësuni. Vili më dhune përshëndeta, pasha zhuat në shkatë fullive që e prishi, se unë i poshtë dhe që shkrushin që jam kujke. Po me full realitetin, se të full drejti nuk je i mirë. Valla shka ka full vilësuni, si mas meje, tanë në konfjor me dhanë. E ai ploki mirë pa që ta tha si kom po kur këtu. Sa ta që e ndëru me ndonë si pa që urkat ma shilë. Ne i dim kush ka bu për këtë vene, sa kanë bu që shasilë së tota, ne fërë të dim që Kosovën e kemi nëzirë prej himne. A ka pos për kësë përdërime, ka pos sa dush. A kanë punu sa dush. Edhe që tha vilësuani, kjo ka fitu. Më zemër zi, urëja. Ty parajt kuft humbja, jaroni ka fitu, ka dit me rrejt, se s'krejnë se ti si aj me mujtë. Po, që tha vilësuani, me orat mërgjimtor për atje me vendos për fotin ty në Kosovë. Unë si jem kërkush, as jem ku, as nuk jam. Pra me pos mundësi një mërgjimtor se kësha lumë me orë me votu në Kosovë. Ti merru me hollat tua merru në Gjermani, unë du me morë me hollat mija në Kosovë. Me orë me vendues për mërgjimi, me orë me vendues për fotin tem ka. E pa drejtë si pas të je. Mendimi jemi. Fol mërgjimtorve gjatë periudhës luftës, e mas lufte, infuzioni kanë posë. Po që tash me që ty e vua, ta në kanë zirë ato të mira që në kanë bëhu, në kanë zirë për hume. Në gjeni mërgjimtorë në tjetën në Kosovë, se mund që jetën me 204 herë rrugë. Të më kalu 30 ditë me 204 herë. S'ka me bu me ty.
Me që e pe Gjermania, pe Austria, pe Italia vjen këtu, vjen e vendus për fotin tam. E 70 evrët vjen veç rryma në fund të mujtë. Pasha zote brenda me ku rryma. Unë u paguj. Se s'kem. Po do të më pagu barllëg. Do të më pagu tatimin prun. Do të më pagu rrymën. Ku në gjërat elementore në familje që do të më pos. Voje, shiqire, bibere, arize, më thot tash. Po, se pahuaj 50%, është e vërtet 50 a 52% që ka fitu. Ishtë mendimi jam, jo. 25% e kanë votu Kosovorët. Edhe 25% mërgjimtorët, 25% mërgjimtorët e jaroni mu për mi 50%. Edhe që vo strateg, pa de me të mashtru. Allah zëtit bëhet mirë sak, qa me thonë, inshallah formuhet qeveria, inshallah këtë mandat që ndejnë fond, po të pakten bili të punoj, diçka pak ma shumë të rritën këtu rrugat, se me të vërtejt katastrofë. E ndërru me kum një pizenerota vjetra, u kikimen e në rëza nuk të nuk e arren. Po thua? Pasha zuhet e në breju. Që është edhe bosh për mes medjave, kishin bosh 70 cent një buk. 70 cent? Pur. Këtu në përdugunja tjuna, dikun në 50, dikun në 60, thashtë kishin bosh 70. Wow. Rrymën e ka hyp, tatimin pruen ta hyp, bërlogin ta hyp, mu vetë mi ka citën 100 euro në mund që shkoj. Si veterani lutës mi ka thonë 100 euro. Kur folë më si kur sa. Ta është ko më këtë të kam e mi morë 200-300. Ku mi morën me allonë? Unë e di shumë njerë që ata të gjojnë mu bëva kisë të gjelë punë. Unë edhe me shëndet nuk jam mirë, i kumë bo 61 vjetë, që me jetë me dorë me punu ma. Nuk mëj, jo që s'du. Po, që të fjollë shka i fuali vilësuani, shumë me vëmendja kom ku, nështë në kuj se ka kujt, po vëlloj ka fual shka. Çdo kush ka të drejtën të jap mendimin e vet, edhe ata që spajtohen mujnë me telefonu, me jap mendimin e vet çka ata menojnë që është diçka më mirë. Pse jo, jakonat e dini saktë që na fort nuk mërzitum. Këtu çdo dëgjues ka drejt të jap mendimin e vet, të shprehet lërshëm edhe kaq. E nderume, burra tonë e dim që është e borë. Po. Tash mi thonë e zezë a javlet. Që javlet se s'no. E valloj vilësua një ka zej këtë që burra o borë, po na pithoj me zezë. E ma shumë nuk pëzgjoti. E sakt, falenderoj shumë për telefonatën, respekt, të roj një mramje të bukur e të gjujmë herave tjera. Faleminderit shumë. E nderume, respekt për ju, respekt për ndëgjues e për telefonus, e një përshëndetje e veçantë shkojnë për Flora Goshin. Faleminderit, Isa. Me ja herë, aslan kastrotin, po vëlloj me emna mi përmen, dikun e përmeni, dikun ju korit, në kështu që respekt për gjithë. Faleminderit shumë, Isa, natën e mirë gjithë mira, ton. Ashtu edhe për ju nderume. Faleminderit. Të dashur dëgjues, e kishëm edhe dëgjuesin ton pikërisht nga Kosova, shlirimtarin ton Isa Kastratin, ku falenderojna për telefonatën. Është drejt e çdo dëgjuesit të shpreh atë çka e nin, të shpreh lërshëm. Edhe ne e respektojna, edhe ju tjerë nëse dëshirani të japni mendimin e juaj, mund të telefononi në +383 48 1509 70. Kam një poezi në Viber që e ka dërguar pikërisht Albiona Muçulli. Raçak 27 vite dhimbje. Në Raçak u vra fjala njeri, por e vërteta nuk u shua kur. Gjaku i martirëve u bë histori, që sot thret drejtësi edhe sot. 27 vite plag që flet, emra që s'harrohen, varë që qajnë. Raçaku jeton në çdo zemër shqiptari, si betim për liri dhe mos harrim.
me respekt, Albiona Muqulli, nxënëse e klasës së 9. E falenderojna shumë Albionën, i urojna suksese. Unë të shafa kam ndonjë koment. E përshëndesëm edhe mikun tonë me të zogu, po ashtu Flora Elshani, përshëndetje zemër, Adifete Ajdari mirë se erdhe. E kemi këtu edhe Remzi Beqirin, ku e përshëndese, falenderoj. Të shafa kam ndonjë dëgjus të ri, po mendoj. Kemi Bumo Kamerin, però nuk janë këta dëgjus të ri, po dëgjus që si kam përshëndetje ende, ju kërkaj falje. Gjys të uka i përshëndetje ndërume edhe për ty. Të shaf komentin e gjystës, përshëndetje ndërum Isak. Mund në Kosovë si kam shpin, tatimin e prëm kishar 900 euro për 300 metra katror. E rryma pa e qel deren e shpis nuk ka jetu askush me kishar 480 euro. Wow! Nuk do koment, pra kjo është vetëm shiqa. Për 300 metra katror, tatimin prun 900 euro. Për rrymë pa hinë kush pa dhez heq as një drit, 480 euro, 500 euro. E kam komentin që e ka shkru edhe me Zogu, unë kisha propozu për mërgatën me ba një legj, Kosova mërgatës të takojnë 3 kandidat për deputet, të zgjidhen nga mërgata, kështu që të ndimbrojnë interesat e diasporës e jo të votojnë mërgata kudo që janë për të vendos për fatin e popullit të Kosovës. Bravo me Zogu, respekt, pajtuna plotësisht. Një koment shumë i bukur. 110 euro ka ardhë mu rryma, po thete Adifete Ajdari, po vallohit vjen, maza ma keq. Përshëndetje moderatore Lule Shabani dhe gjithë dëgjuesit e RTVZ e li, respekt, kaloni bukur, na shkruan Bumo Kameri, faleminderit shumë Bumo, respekt edhe për ju. Ndot Sisena e mbrëmjet mirë të gjithëve, faleminderit shumë Ndot Sisenaj. A keni zi halve se son të notha madhe, po Flora. Pra të ndëruar dëgjues. Ora ka shku 19:50 minuta, do t'jemi deri në orën 20 së bashku, duke shpresu se po kaloni bukur. Kështu që unë të shkoj me një pikë muzikore dhe kthehemi pas pak, dëgjim të këndshëm.